Shpesh në jetën ne besojmë se çfarë na thonë të tjerit, e nuk dëgjojmë veten tonë, domethënë, ose edhe ato të mirat që na vijnë në jetë. Janë disa persona, janë disa mundësi që na vijnë në jetë, që edhe nuk i shfrytëzojmë, të gjitha ato mundësi. Thjesht i lejmë të ikin dhe më pas kujtojmë më vonë se çfarë kemi humbur. Një nga ato mundësitë mund të jetë network marketing, që është një mundësi vërtet e mirë për çdo person, të krijojë të ardhur ekstra në jetën e tij, vetëm duke shitur një produkt ose duke ndërtuar një skuadër. Më tej do prezantohen disa gjëra rreth network marketing dhe asaj se çfarë ofron ajo realisht, ku mund të dëgjoni informacione që edhe i keni dëgjuar përpara, por që mund të keni marrë informacion të pasaktë për këto kompani, dhe nga një anë informacioni i gabuar është një elmë për veten tonë, kur nuk e dëgjojmë të saktë. Kështu që jeni të gatshëm dhe mendje hapur për të dëgjuar për atë se çfarë do ofrohet. Sot do flasim për disa gjëra për pjesën e network marketing, ato që u thamë në episodin e parë, tani do t'rregojmë akoma më tepër për çfarë është network marketing dhe forma e shitjes që po i mbijeton kohës. Network marketing është forma e shitjes që po i mbijeton vërtet kohës. Forma e shitjes që nisi e mbijetoi edhe në kohë luftras, duket se ka një bazë të fortë në themelet e saj. Shitja direkte, derë më derë, mbijetoi edhe bashkë me evolucionin e saj që po i mbijeton akoma më tepër kohës, madje po fuqizohet edhe në kohën e teknologjisë përmes shitjeve online. Shumë biznese po kalojnë online. Network marketing, i njohur ndryshe si multi-level marketing, është një model biznesi ku individ të pavarur, pjesë e një kompanie për të përfituar komisione mbi produktet që shesin nga ajo kompani, si dhe ata rekrutojnë individ të tjerë t'i bashkohen kompanisë. Personat e shitjeve përfitojnë komisione për të gjithë personat që ata rekrutojnë në grupin e tyre, si dhe shitjet që grupi i tyre realizon. Personat regjistrohen në personin që e pari quhen downline, generatat, dhe personat mbi tyre quhen upline, liderat. Çdo person i regjistruar ka të drejtë të krijojë grupin e tij, personal në veten e tij. Ndaj, edhe mundësitë e përfitimit janë të pafundme. Upline-et përfitojnë nga çdo person që i shtohet në grupit të tyre. Një individ që ka aftësi shumë të mira shitjes dhe energji pozitive e konsiderohen si biznes personal, me gati zero kosto fillestare. Avantazhet janë: network marketing është mënyrë shumë e thjeshtë për të filluar një biznes. Zero rrezikshmëri për ta nisur këtë biznes, pasi nuk u mbet asgjë. Nëse nuk të përshtatet si model biznesi, mund të heqësh dorë dhe kostot e fillestare të investimit janë zero. Network marketing i lejon çdo individi të ketë më shumë kohë të lirë, pasi nuk merr gjithë ditën. Je shefi i vetes tënde, i vendos vetes orarin se kur dëshiron, duke bazuar në orët që ti dëshiron të kushtohesh këtij biznesi, si dhe fitimet që dëshiron të marrësh nga ky biznes. Të ndihmon të përmirësosh aftësitë komunikuese. Krijon në rrjetin tënd numër të madh personash, të cilët u prezanton mundësinë dhe produktet. Ke lirshmëri në mënyrën e të punuarit, orarin, zgjedhjen e personave dhe zgjedhjen e personave për të cilët ti dëshiron të punosh, ose të kesh partner në biznes. Disa dizavantazhe janë: network marketing kërkon kohë për të rritur. Ndaj, durimi, pasioni për t'ia dalë është rëndësi e madhe. Është e vërtetë që bashkimi në shumë kompani për të gjithave është falas, por duhet pak kohë për të patur një grup stabil, si dhe për të konsideruar këtë biznes shumë fitimprues. Nëse 3 muaj i përkushtohesh së paku 2-3 orë në ditë, atëherë do të mund të kesh, çdo muaj të kesh të ardhur një pagë mesatare që është në Shqipëri. Është e panjohur si industri, dhe kjo sjell mosbesim ndaj kompanive. Në vendin tonë, gati asnjë shkollë nuk e konsideron si lëndë
network marketing. Ndaj, njohuritë tona për këtë industri është e limituar dhe ne të gjithë mund të jemi mosbesues ndaj saj. Për fat të keq e krahasojmë me skemat piramidale, ku shumë njerëz humbën gjithçka që kishin më mbledhur duke marrë pjesë në ato. Në tregjet e huaja për fat akoma në Shqipëri. Ka shumë kompani që i kanë skemat mashtruese. Dhe kanë të vështirë identifikimin e tyre për një skem të rregull kompensimi. Jo gjithmonë personat që i bashkohen kompanisë janë profesionistë, ose persona që i marrin seriozisht ato trajnime. Ato kanë gjithmonë, njohuri e dhura për produktet dhe mund të krijojnë përshtypjen, jo të mirë kur prezantojnë produktet. Çdo gjë, duhet të mësohet në mënyrë të detajuar për t'ia prezantuar çdo personi më tej. Si dhe mos përdorimi i reklamave në TV ose mos pasja e dyqaneve, por vetëm një shitje online dhe me katalog i bën shumë njerëz skeptik për të blerë një produkt, vetëm duke e parë atë. Shumë individë e shikojnë network marketing si një formë parësore të ardhurash. Në këto raste, angazhimi ndaj biznesit duhet të jetë full time për të fituar ato të ardhura, nëse do të fitosh të ardhura shumë. Nuk është e mundur të merresh vetëm 2 orë me biznesin dhe të marrësh të ardhura, 2 ose 3 herë më të mëdha se rruga mesatare. Për persona që i shikojnë si të ardhura ekstra, shtesën në jetën e tyre, angazhimi është shumë i vogël dhe kënaqësia e tyre ndaj të ardhurave është shumë e lartë. Ndërsa konsumatorët do të kenë më shumë interes pasi rekomandimi i produktit po i vjen nga dikush i njohur. Numrat tregojnë se është shumë efikase kur rekomandimi i vjen nga persona që na rrethojnë, sesa nga vajtja në një dyqan për të zgjedhur, vetëm duke parë llojet e produkteve që na ofrohen. Në përditshmërinë tonë rekomandojmë pafund, pa e kuptuar dhe bëjmë gjithashtu marketing falas. Për shumë restorante, dyqane, furbuke, pastiqeri, restorante ku shkojmë, po edhe diçka që blejmë, ose gjëra që blejmë në përditshmëri, ose çdo gjë që na duhet. Pa na kërkuar askush, ne rekomandojmë tek shoqëria jonë, që nuk është pak, është shumë. Restoranti ku na pëlqeu dreka, dreka fantastike që mund të kemi ngrënë, dhe pas disa ditë shikojmë shoqen që ka bërë, shoqen ose miqtë tanë, ka bërë një postim në media sociale, nga i njëjti vend. Nga kjo ne nuk përfitojmë asgjë në kempim. Restoranti nuk mund të japë drek falas, edhe pse mund të kemi dërguar minimumi 10 persona të rinj tek ata. Ndërkohë, kompanitë në network marketing vetëm sepse rekomandoni, sugjeroni produktet ose mundësitë që kjo kompani ofron, merrni kembim një komision që të kënaqshëm të ardhur shtesë. Kështu, gjeni një kompani dhe një produkt që ju frymëzon. Network marketing është një aktivitet i fokusuar dhe i bazuar në bashkëpunimin dhe energjinë e njerëzve. Një sinergji e bazuar e rregulla shumë transparente ndërmjet rrjetit të kompanisë dhe çdo personi që bashkëpunon. Çdo person i rrjetit është i pavarur. Ai është një biznes me shumë avantazhe, po edhe disa disavantazhe. Punon kur të duash, me kë të duash, dhe si të duash dhe fiton sa të duash. Nuk ke shef, ti nuk je shef i askujt në kompaninë network marketing. Ti jep mundësinë të krijosh pavarësi financiare dhe liri njëkohësisht. Avantazh janë edhe trajnimet, edhe udhëtimet, zhvillim personal dhe profesional. Të gjitha këto fillojnë nga një investim kapitali zero. Mungesa e orarit të përcaktuar dhe mungesa e shefit mbi kokë është edhe ajo që ka disavantazhin e saj, sepse mund të mos shfrytëzohen mirë koha dhe liria, kur investimi është zero. Sepse njerëzit nuk e marrin shumë seriozisht, edhe këta e marrin për të mirëqenë. Në këtë sistem shitje mund të marrë pjesë çdo person që është mbi 18 vjeç
dhe nuk kërkohet as shkollë, as një kualifikim, më thënë, që mund të kërkojë një kualifikim i caktuar. Kjo në vetvete është një super mundësi për të filluar, por kjo nuk mjafton me kaq. Këtu mund të nisë edhe, më thënë, disa avantazhe. Pra, njerëzit, edhe pse janë të kualifikuar, më thënë, përpiqen të fitojnë para se sa të mësojnë në mënyrën e komunikimit atë çka përfaqësojnë. Në atë që quhet network marketing, duhet të na përfaqësojë disa vlera. Ato janë sinqeriteti, besueshmëria, pasioni, buzëqeshja, leadershipi, që mund të ketë edhe shumë të tjera, pasi shitja në këtë lloj sistemi është një kënaqësi, është një buzëqeshje. Shitja direkte ka edhe ato efektet pozitive tek vetërijeti, pasi njerëzit në këtë sistem fillojnë të trajnohen dhe krijojnë një mendësi bashkëpunimi. Suksesi yt është edhe suksesi im. Thënë çdo pjesëtari më thënë, nëse ka një sukses, më thënë suksesi është i përbashkët. Ky lloj sistemi rrit vetbesimin dhe vetvlerësimin për veten tënde tek të gjithë ata që bëhen pjesë, më thënë, dinamike dhe aktive të rrjetit. Dhe ne kemi shumë nevojë që të kemi edhe më shumë persona pozitive në shoqërinë tonë. Ato që janë trajnuar, më thënë, brenda dhe jashtë vendit, fillojnë edhe mendojnë ndryshe. Rrjedhimisht, më thënë, veprojnë ndryshe, duke vepruar ndryshe sjellin rezultate për veten e tyre, për familjen, për shoqërinë. Pra, japin një vlerë të shtuar në shoqëri, që po e them me një fjali, puno, shpërbleu, ji modeli i suksesit se si nga zero. Thënë, modeli i suksesit, më thënë, duke filluar nga zero. Dhe mund të ndërthosh një aktivitet me një investim zero. Vetmja gjë që kërkohet është të përmirësosh veten tënde dhe të ndjekësh hapat e njerëzve të suksesshëm. Kur kam njohur, më thënë, si sistem këtë, kam refuzuar, thënë, vetëm për 2 arsye. Isha mësuar të fitoja lek në formë klasike. Isha i punësuar, më thënë, në një kompani, thënë, kam punuar edhe pjesë, më thënë, e kompanive në hotel, ndërtim, po ashtu kam punuar. Dhe arsyeja e dytë ishte se më tremte një biznes. Nuk kisha bërë asnjëherë biznes. Dhe mendova se duhet të investoja shumë. Dhe të kem një ide që nuk e ka askush. E kam filluar vetëm për të paguar një pjesë kredie. Por u dashurova me këtë punë, me trajnimet dhe mënyrën se si operoj. Kam që në shkurt të vitit 2023, për 2 vite e gjysmë kam punuar vetëm part-time, në një orë, 2 orë në ditë. Takoja shpesh më shumë njerëz, udhëtoja shpesh, sigurisht të gjitha këto kanë një kosto. Dhe kosta më e madhe është sa i gatshëm jeti të ndryshosh veten tënde për të marrë atë që meriton nga jeta. Ky sistem ta jep mundësinë të punosh fort për veten tënde. Ndaj, ftoj çdo person të kthejë vështrimin, në aktivitete të tilla, krijoni veten tuaj dhe familjes, një plan B për jetën dhe sigurinë tuaj. Gjeni një kompani, një super sistem motivimi dhe mos mendoni 2 herë. Nëse nuk e gjeni, mund të kërkoni vetëm disa informacione për ato se çfarë do ndaj më tej. Kam diçka vërtet shumë speciale që mund t'ja prezantoj në episode që do publikohen më tej në ditën e vijim. Kështu, network marketing funksionon. Është një aktivitet normal, por për shumë persona shihet një aktivitet i dorës së dytë. Pak njerëz e shohin si aktivitet parësor. Kjo është arsyeja pse shumë dështojnë në kompaninë e network marketing. Sistemi bazohet në rregullin e thjeshtë. Produkti ose shërbimi që do të shitet shkon direkt tek klienti ose nga ndërmarrja tek klienti përfundimtar, përmes një personi që është partneri, që do jeni ju ose unë, çdo person që futet në kompani. Kjo ka një avantazh të madh, që ka një kosto shumë të ulët për të hapur një aktivitet të ri. Të një nga kushtet parësore për të qenë partneri një nga kushtet parësore për të qenë partner të jetë së pari edhe konsumator.
Avantazhi i dytë i network marketing janë taksat e ulta. Janë vetëm taksat që paguan kompania. Një prej avantazheve njëkohësisht është edhe disavantazh. Është edhe koha që ve në dispozicion, liria e përdorimit të saj. Nuk ke një orar fiks, ndaj duhet një sistem. Produkti është shumë i mirë, është koha që duhet të menaxhosh kohën tënde dhe veten tënde. Kur e bëhet më siç e bëj unë si profesionist, më thënë që punoj, më thënë 7 ditë javës, më thënë disa persona të skuadrës, rrjeti sociale pafund, online, offline, sigurisht problemi do vi. Thënë edhe për ty, më thënë për çdo person që punon në mënyrë, më thënë një disiplinë të rregullt. Network marketing është një projekt, më thënë projekt jete, që duhet ta çosh përpara në 3-4 vjet për të pasur një liri financiare. Në muajt e parë duhet të mësosh, më thënë, të njohësh produktin, të formosh njerëzit, veten, sigurisht, të ndash një uritë dhe t'i çosh drejt suksesit. E bukur e network marketing është pikërisht kjo. Suksesi i çdo personi është suksesi i personave që ai ka mësuar dhe formuar. Sa më mirë, më thënë, janë bashkëpunëtorët, më thënë, e tu, aq më mirë ecën ti me sigurinë e të ardhurat. Ndaj, qëllimi duhet të jetë jo të jesh i pasur dhe egoist, por të jesh i pasur fal të mirave që ke bërë për të tjerët. Për zhvillimin e këtij rrjeti shitjes ka vetëm 2 mënyra kryesore. Merr profesionalizëm dhe shumë besim dhe të jesh ekspert, njohës i mirë i produktit, tregut dhe konkurrencës. Kur lindin dhe si zhvillohen kompanitë e shitjes direkt, origjina e hershme të kësaj forme shitjes vjen nga shëbarja, thënë në vitin 1855, ku James Robinson themeloi Son Wester dhe shiste libra të vegjël fetar dhe materialet tjera të printuar me anë të postës. Pas luftës civile, ata ndryshuan modelin e shitjes direkte dhe filluan të shisnin derë më derë. Personat bënin shitjet derë më derë, merrnin të ardhurat dhe paguanin shpenzimet e universitetit për ato. Krahas kompanisë, dy kompani të tjera të parat në përdorimin e modeleve të shitjeve direkte ishte dhe kompania Avon dhe Nutrilite. Thënë që ishte 1866 që lindi Avon dhe Nutrilite 1920, që më vonë u ble dhe është pjesë e kompanive Amway. Disa informacione shtesë janë se personalitetet e famshme, madje 2 presidentë të Amerikës, Bill Clinton dhe Donald Trump, e kanë përgëzuar këtë sistem, pasi u jep mundësinë mira njerëzve që të ndërtojnë dhe të fitojnë shumë të ardhur. Në fillimet e hershme ishte vetëm shitja direkte, çka tregon se individët merrnin komisione, vetëm në bazë të shitjeve. Më pas në 1945 Nutrilite ishte kompania që zhvilloi modelin e network marketing, nga modeli shitjes, Në vitin 1945 kompania jepte komisione dhe shitje, gjithashtu dhe për rekrutimin e personave të rinj që u bashkoheshin kompanisë. Në vitin e vazhdim, shumë kompani të tjera filluan të adoptonin planin e network marketing, pasi e pan një shitje, një rritje shumë të shpejtë të modelit të biznesit. Network marketing ka një efekt social të fortë. Studimet tregojnë se mbi 85% e popullsisë e ka provuar të bëjë network. Kjo jep shpresë pasi njerëzit jetojnë në këtë rrjet me shpresën për të ndryshuar. Njerëzit ndryshojnë jetë. Në nivelin e lartë të shpresës ka edhe zhgënjim, pasi edhe në këtë treg mund të ketë sharlatanë që premtojnë në sigurimin e miliardave shumë shpejt. Statistikat tregojnë se 2% e rrjetit bëhet të pasur, bëhen milioner. 5% janë me të ardhurat mesatare dhe shumë të tjerë heqin dorë, ose edhe ndryshojnë. Kush e arrin, është ai që merr si aktivitet të mirëfillt, të mirëqen, këtë aktivitete e bën, me gjithë disiplinën të plotë që ka ai. Ndër vendet më të forta të network marketing është Amerika gjithashtu, Kjo për shkak se vetë, atje e njohin si aktivitet parësor. Në Europë, ka edhe shumë shtete që i njohin, si shtet, këtë
tipologji biznesi, mund ta them. Është Franca, Gjermania dhe së fundmi është edhe Polonia, ka edhe shtete si Italia, por që shihet si sistem në rritje. Në Gjermani, më thënë, Foleto lindi, më thënë, para luftës së dytë botërore. Herbalife, po ashtu është një ndërmarrje që ka histori në network marketing. Ka shumë kompani të tjera që kanë, më thënë, ka krijuar histori. Nuk kishte vetëm një ligj për të rregulluar tregun, pra vetë kompanitë punuan, ndërtuan dhe ngritën sistemin. Një kompani tjetër më them që është kompania që unë jam pjesë, është edhe kompania Shogun. Thënë që është një kompani italiane që po zhvillohet tani edhe në Shqipëri, ku unë bashkë me disa lidera po e sjell. Tani, si zhvillohet një sistem i tillë më shitjes? Pas bashkimit, ose regjistrimit në kompani, individët duhet t'i vendosë vete një qëllim specifik. Duhet, më thënë, thjesht duhet vendosin, më duhen kaq lek, më thënë x lek në muaj. Duhet lek që të bëj pushime verore, të nxjerr shpenzimet e ditës. Të gjitha qëllimet variojnë nga personi në person. Secili nga ne ka nevojë të ndryshme. Një person tjetër mund dëshirojë thjesht të nxjerrë shpenzime mujore për detergjente, më thënë, ose produkte që harxhon për familje. Thjesht, më thënë, të bëhet një plan specifik 3 mujor për të ndjekur hap pas hapi, më thënë, çdo gjë, më thënë, që do të fitojë ai person. Është shumë i rëndësishëm, më thënë, planifikimi 3 mujor. Pasi, më thënë, sapo keni filluar biznes. Me personi që do të marrë përsipër trajnimin tuaj, më thënë, lideri juaj që do marrë përsipër me trajnimin juaj, duhet, më thënë, sipas nevojave tuaja të keni edhe, më thënë, ato qëllime të specifike t'ia tregoni personit që keni, më thënë, upline për të ardhurat ekstra që doni të fitoni. Nëse vlera është shumë e vogël, ju mund t'ju duhen vetëm 3 orë në javë për të marrë. Në të kundërt, nëse variojnë, më thënë, nga 1 orë në ditë deri në maksimumi 3 orë në ditë. Gjithashtu, merrni edhe trajnimet e duhura mbi sa produktet dhe mundësitë që kompania ofron çdo person që bashkohet. Çdo ditë, më thënë, mund të takoni minimumi 2 persona për të folur promocionin e këtij biznesi që sapo keni filluar. Nëse bëni një llogari të thjeshtë për planin 3 mujor, 180 persona do ta kenë gjuar si mundësi në një plan 3 mujor. Për shembull, le të marrim një përqindje minimale suksesi prej 20%. Do me thënë që është 36 persona do të jenë shtuar grupit tuaj në vetëm 3 muaj. Patjetër, më thënë, jo domosdoshmërisht, thënë duhet të takoni njerëz. Do me thënë çdo ditë mund të takoni njerëz. Ka dhe ditë që mund të takoni 2 ose 1, ose ka ditë që mund të mos takoni. Kjo varet nga planifikimi i ditës tuaj. Ndërsa ndiqen me pritpërmëri, më thënë, 3 pikat e mësishme, do të shikoni se brenda 3 muajve do të keni ndërtuar një biznes që thjet të ardhura shumë të kënaqshme. E them ndryshe dhe siç u tha më sipër, më thënë, e them ndryshe, 2 pikat kyçe nga të cilat merrni komisione janë rekrutimi i njerëzve dhe shitja nga grupi që keni rekrutuar. Patjetër që gjatë këtij, më thënë, gjatë gjithë kësaj periudhe në vazhdim, ju do të keni mbështetjen e kompanisë dhe liderit tuaj, me trajnime pafund, si dhe informacionet e duhura që ju duhen për të bërë punën tuaj. Gjithashtu, më thënë, rekomandimi i produkte në të cilat ju vetë besoni është i rëndësishëm. Nëse rekomandimi vjen nga përdorimi juaj personal ose i personave që keni afër, atëherë biznesi juaj do të ketë një sukses më vete.